Faleminderit kjo zoj Kesiga që ka pas mundësi për me anë, po kemi në kompletar Istanbul. Kështu që që po thirrë ty? Gjithçysh ty në vjen, me të ide krejt, gjithçysh në vjen. Po, jeton? Faleminderit kryetore. Me dëshirën tam, mos prezenca e avokatit tam sot kisha dashur me shtyp sancë. Ju kërkoj falje, ju kërkoj ndjesë, gjithëve, po mos prezenca tina. Faleminderit kjo zoj Kesiga që ka pas mundësi për me anë, po kemi në kompletar Istanbul. Kështu që nëse ka mundësi, nëse s'ka mundësi, ju vendosni fjala ju nga me nash. E një përgatit në fjalla, ka përgatit fjallën përfundimtare avokati apo ju? Avokati ka përgatit fjallën përfundimtare, unë ka të me zhavën shuktë në parashit e fjallës përfundimtare. Edhe për pjesën e propozimit pandero që jetën, e do shqyrtimin e tine në ndryshimin e juve. Po, prokuror? Nderuar kryetari i gjykus, vetë pranishëm. Lidhur me këtë kërkesë, me vërtetë admisiohet të aktur edhe avokati drejtë që edhe herën e kaluar ka mungu, po e ka ditë se fjala përfundimtare e caktuar. Tash, në citate pas qartë, na jemi këtë gatshëm për me dhënë fjalën përfundimtare. Mirë, në rast se mendon se s'jam rënë drejtat në fund procedurës, po që kom ndrojnë mos na e shkelje procedurale mos përmerë, sepse nuk e njën vetën mirë me këtë mbrojtës, epse për avokatin drejtës është me përvoj kjo dhe i kom që di pëse sorë se dita fundit, mas e ka përgadit parë në 2 orë me kushtu për me kry këtë klanë, se është njerës të më parabërë, dhe dhëtë me marrë një epilog sa ma shpejt. Pikëzisht se se, unë apelaj që kjo kërkesë të aprovohet edhe kjo shqyrtim për të fundit herë të spostohet, dhe se të vëdishëm se gjithë kemi pasur obligime, por sot kemi ardhur për t'i dhënë fundin pothuajse 4 vjeçare të një kërkese për drejtësi. Faleminderit. Nderuar kryetare antar, nderuar trupi gjykus, me mendje ndëgjova kërkesën e Jeton Dasaliut për me shtyr seancën e sodit. Unë intimisht më thonë, mos më komenon me shtyr. Unë kisha pas dëshim me vazhdu, mirë po, u kryon disa rrethona që na më të tje nuk mujme me procesu. Nëse pala kërkon me qenë mbrojtësi i tij, decisivisht i cili e ka përfaqësuar të risot, kërkesat e tij na konsiderohet që është arsyeshme. Në moment tjetër, kolegja nderuar ka bërë përpjekje maksimale për me ardhën për mos më shtyp procese, mos të bje kjo që është një tendencë nga kolegu më shtyp kjo seancë, po personalisht e di që është i zona me Lilond. Mirë po, duke mos e ditë epilogën se si do të reagon Jetoni për vazhdimin e procedurës më të tjeshme, konsideroj se edhe kolegu nuk do të me punë situatë të rëndë, edhe pse është qëllimi i mirë i saj, i drejtë, korrekt, edhe bashkëpunues, konsiderojnë këto rrethona që nuk mund me vazhdu. Vendim, aprovohet propozimi të akuzuarit Jeton Dasaliu për shtyrje të seancës. Që po thirrë ty? Gjithçysh ty në vjen, me të ide krejt, gjithçysh në vjen. Gjithçysh, kejt në të ide në vjen. Sa të tuj me njësa të jetë në vjen gjithçysh.